A mund të themi se ka lëvizje të reja për paqen mes Ukrainës dhe Rusisë? Po, dhe tani SBA-ja po përfshihet më shumë se kur më parë. Në Florida u takuan zyrtarët amerikanë me delegacionin ukrainas të udhëhequr nga Rustam Umerov, negociatori i ri i Ukrainës. Takimin e udhëhoqi Marco Rubio, sekretari i shtetit. Ai tha se bisedimet ishin produktive, por pranoi se ka ende shumë punë për të bërë. Në takim morën pjesë edhe dy figura të afërta me Donald Trump: Steve Witkoff, emisari i tij për Ukrainën, dhe Jared Kushner, dhëndri dhe këshilltari i presidentit amerikan. Por zhvillimi kryesor i gjithë kësaj është se Witkoff pritet që javën tjetër të udhtojë në Moskë për të takuar me Putin dhe për të diskutuar një verzion të ri të planit të paqes. Ky proces nisi pasi 28 pikat e një plani amerikan u publikuan në medje dhe u kritikuan si prorus. Tani shumë pjesë të planit po rishikohen. Ukraina thot se SBA-ja po e dëgjon, por problemi kryesor mbetet çfarë ndodh me territorët që Rusia i kontrollon aktualisht. Në anën tjetër, Zelenski shkoi në Paris për të koordinuar qëndrimet e tij edhe me presidentin francez Emmanuel Macron. Paqja ende shumë larg, por diplomacia është shumë aktive këtë javë. Se çfarë pritet të ndodhë, këtë e kuptoni vetëm në The Geopost.